Pas një problem ku në kanë mbi lokali, në kanë nxjerrë njerëzit krejt jashtë dhe në mbilën lokalin aty, e vun drinin edhe që ajo ka qenë. Jemi lokali vetmi në Kosovë që jemi të regjistruar në UNESCO, do të thonë trashëgimi kulturor. Na kemi filluar tu nga viti 1978, kur hap Pallati i Rinisë. Na jemi nga atë. Gjenerata e ditë faktikisht, tashmë mi gjenerata e tretë po vijnë. Do thonë kanë qenë baballarët tonë që e kanë hap lokalin me intervenimin, me ndërmjetësimin e Mahmut Bakallit. Tu ka qenë një vend ku janë mbledh partitë, gjitha partitë. Atëherë ishte në skenë lidhja demokratike kur u formu, edhe gjithë kanë qenë këtu, tonë me Ibrahim Rugovën e me krejt elita politike që ka qenë atër njerëzit e mëdhej. Mi dhe ne kemi pas shumë të lashe me policinë atërshme mazi, që na mbilën lokalin në vitin 93 vjetë sërbët, më thënë 3 vjetë në gjyq kemi qenë me ata dhe kështu që e fitum gjyqin ne, e hapëm lokalin për sëri, te kalume kanë qenë, kështu që mirë kemi vazhdu deri ta. Kështu që sa e kemi pas mbilët lokalin 3 vjetë kemi pagu qira. Po, dallim ka tash se kanë dalë ëmbëlsirat e reja, mirë për ne i kemi si tradit, për shembull i kemi ato ëmbëlsirat pak më të vjetra që janë. Mendoj pe kur e kemi hap lokalin, për shembull si shampitja, krempitja, të lumbat dhe baklava. Kurse kemi edhe për mysafir që vinë lipin edhe ëmbëlsira më të reja, edhe ata i kemi. Pe fillimi kur hapim ëmbëltorin e hapim ka ora 7, deri ora 12, deri ora 1 punojmë me profesor, doktor, me akademika, me krejt që vinë pinë kafe. E mbas dite ndrohet atër klientela, domethënë vinë matrite, pak më familjar, më asi. Jemi lokali vetmi në Kosovë që jemi të regjistruar në UNESCO. Kështu që s'kemi drejt kariket, tavolinat edhe kariket t'i ndrojnë. Më thënë janë trashëgimi kulturore. Kemi pas që vjetë një rast, për shembull, ta gjithë arkitektat e botës që janë më të mirë kanë qenë kanë vizitu. Se e kanë ditë që për shembull në lokalin trashëgimi kulturore, po s'ka pas u lokale ëmbëltore, ka pas vetëm që kjo korza nal ka qenë, edhe ne. Kështu që të boshin gjithë, tani ishte këtu rilindja, ishte gazetat, kjo gazetarët ishin këtu afër shumë edhe kishin shumë vend përshtatshëm ta. Shumë herë kanë ardhur policia, vishin agent kështu civile. Po i dishim ne kishim njerëzit që na tregoshin, e din, po nuk kemi pas shumë problem. Në gjë unë jam gjenerate të ditë, domethënë baballarët tonë kanë punu, tani unë, mi tash djem, për shembull djemt janë me fakultetet gjithë, po nuk kam punë atje në Tetovë na. Vazhdojmë punën tonë, traditën tonë që kemi pas. Mendoj që da vazhdojnë edhe ata, njëjtin tren po.